Namazi është shtylla e fesë. Nëse ai është në rregull, mirë janë edhe çështjet tjera. Allahu i lartësuar thot në librin e tij famëlart: "Walladhina hum ala salatihim yuhafidhun." I lavdron Allahu i lartësuar në Kur'an ata të cilët tregohen të kujdesshëm për namazet e tyre, duke thënë dhe ata të cilët pra tregohen të kujdesshëm për namazet e tyre. Në një ajet tjetër Zoti i gjithësisë përsëri i lavdron besimtarët duke thënë: "Qad aflaha al-mu'minun." Me të vërtetë kanë shpëtuar besimtarët, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata të cilët pra janë të përkushtuar, të përulur në namazin e tyre. Është bërë obligim namazi në qiell. E kjo tregon se ka një rëndësi tepër të madhe kjo shtyllë e Islamit.